Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur sot lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe procesin e formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve lokale. Seanca duhet të ftohet brenda fatit kushtetues, kanë mbetur edhe pak ditë. Unë nuk mund ta paragjykoj, ka theksuar Osmani duke nënvizuar se do të respektohen të gjitha procedurat kushtetuese, ndërsa ish partitë opozitare janë shprehur kundër mandatit për kryeministër Vlau Konjufca, por jo në mënyrë kategorike duke lënë hapësira për konsultime të mëtejshme politike, shkruan Index Online. Ndërkaq, kryeministri në detyrë Albin Kurti është pyetur dje nëse po zhvillohen bisedime me ndonjë parti apo deputet për krijimin e qeverisë së re. Kurti ka theksuar se mandati tashmë i është dhënë Vlau Konjufcës nga vetëvendosje dhe se sipas tij nuk është e mençur të ketë zgjedhje të reja. Sa i përket krijimit të qeverisë kanë ngelur edhe 10 ditë. Mandati është dhënë nga presidentja Osmani Vlau Konjufcës nga vetëvendosja. Ne urojmë për më të mirën, nuk mendojmë se është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor dhe pastaj sërish në prill. Deputetët duhet të përcaktohen për njërin prej mundësive dhe besoj se gjatë kësaj jave ose në fillim të javës së ardhshme do të kemi informacion më të saktë, tha ndër të tjera Kurti. Ministri i Financave dhe antari i lëvizjes vetëvendosje Kuran Morati ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovic dhe akuzat për manipulim të votave. Në reagimin e tij, Murati thekson se Kosova tashmë njihet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, një merit kjo që sipas tij takon lëvizjes vetëvendosje. Murati kujton se para se vetëvendosja të hyte në garat zgjedhore, procesi në Kosovë nuk ishte gjithmonë i pastër, duke përmendur raste të vjedhjeve të votave dhe shifra të dyshimta të pjesëmarrjes në vend votime, veçanërisht në bastionet e PDK-s. Ai cilëson akuzën e sotme të PDK-s për manipulim zgjedhor si një rrëfim për mëkatin e tyre, duke e krahasuar me rrëfimin e një mëkatari për veprimet e tij. Në vijim postimi i tij plot, tash sa vite Kosova shquhet për zgjedhje të lira që zhvillohen pa probleme të theksuara dhe që për këtë merr edhe lëvdata nga ndërkombëtarët. Një merit e madhe për këtë i shkon pikërisht lëvizjes vetëvendosje, me komisionerët dhe vëzhguesit e saj të cilët ndër vite kanë mbrojtur votat dhe integritetin e zgjedhjeve qoftë edhe me trupat e tyre. Këtë merit, tashmë na e kanë pranuar publikisht edhe kundërshtarët tanë politik. Para se vetëvendosja të futej në garën zgjedhore, zgjedhjet në Kosovë karakterizoheshin një rrallë me vjedhje industriale të votave me vendvotime, ku dalja ishte sa 120% e numrit të mundshëm të votuesve. Kjo ndodhte kryesisht në zona që njihen si bastionet të PDK-s. Prandaj, kur pikërisht PDK-ja tash vërtet kapeni hajdutin, kjo akuzë në fakt është rrëfim për mëkatin e tyre, njësoj sikurse mëkatarët që rrëfehen për mëkatet që kanë bërë. Partia që do të hyjë në histori se i nxorri simpatizantët e saj në shesh për të festuar humbjen, jo një herë por dy herë brenda një muaji, tash po kërkon shfaqësim për dështim turp.